Partia Demokratike kërkon në KAS rihapjen e kutive të votimit në qarkun e Vlorës për zgjedhjet e 11 majit, sepse ka paregullsi me fletët e votimit, si dhe të shpallet pavlefshmëria e rezultatit e të përsëriten zgjedhjet. Opozita shpreh se ka paregullsi me fletët e votimit në përkuti, ku nuk rakordojnë shifrat e fletëve të hedhura në kutitë e votimit me ato të papërdorura, në shumatore përfundimtare për ato që janë vënë në dispozicion nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për procesin në qendra. Por relatori KAS Kolibele u shpreh se për Vlorën ishte bërë prova me hapjen e disa kutive dhe nuk rezultoi asnjë paregullsi pasi fletët e papërdorura ishin gjetur të gjitha. I shtoi se nuk mund të hapen kutit kot më kot pa asnjë provë bazike dhe konkrete, sepse ndryshe do kalonin të gjithë beharin me një procedurë të pavlerë. Kurse përfaqësuesi i Partisë Demokratike Franc Nuri tha mes të tjerash se ne pretendojmë se ka fletë që mungojnë në kutitë e votimit, duhet të gjendet nëse mungojnë 5 fletë votimi të papërdorura apo numrat e ndryshëm nga proces verbali në kuti, pse mungojnë ato fletë dhe ku janë, ose si janë gjendur në kuti. Përfaqësuesja e Partisë Socialiste Elena Xhina e quajti të pakuptim të kërkesën e PD-s dhe zvarritje procedurale pa sens. Administrata e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nënvizoi se pretendimi i Partisë Demokratike nuk qëndronte për Vlorën. Ishin hapur kutit verifikuar dhe gjatë procesit ku nuk u gjetën problematika. Ata shtuan se subjekti po ngatronte objektin e diskutimit me disa kuti të tjera që nuk ishin të Vlorës. KAS më pas i dha kohë KQZ-s që të sillte një përgjigje zyrtare nëse qëndronte pretendimi i Partisë Demokratike për mungesë fletësh te kutia e votimit apo mos rakordim të tyre në shifra, krahasuar me proces verbal dhe ato që gjenden brenda kutisë. U kërkua që të bëhet krahasimi nëse mbledhja e fletëve të përdorura me të papërdorura sillte rezultatin e njëjtë të fletëve të vëna në dispozicion nga KQZ për atë qendër, teksa mbledhja u shty për më pas.